Mos mendo se ai I cili të ka bërë padrejtësi ka për të shpëtuar kollaj. Dita e gjykimit është dita kur secili do të marrë atë që meriton. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Mos mendo se Allahu është I shkujdesur nga ajo që bëjnë zullumçarët. Allahu I lartësuar I jep atyre afat që ta marrin dënimin ditën e gjykimit, atë ditë kur syt për atë të shtangen nga tmerri që shohin. O Zot na ruaj. Prandaj, ty që të është bërë padrejtësi, duhet ta dish që lutja e personit të cilit I bëhet padrejtësi pranohet. Prandaj, mos e humb shpresën tek Allahu I lartësuar. Zoti I gjithësisë ka për të ndihmuar dhe ke për ta marrë shpërblimin tek Allahu I lartësuar. Allahu I lartësuar ka për të ndihmuar. Kur mos e humb shpresën tek Zoti I gjithësisë. Ti që I bën padrejtësi dikujt, pendohu tek Allahu I lartësuar. Reflekto para se ti të vonë. Allahu na ruaj.